kemi sot 8 pika në rendin e ditës, e në njohën me materialet. Të jedhën dhe të votim kush është pro kundër abstenim për rendin e ditës. Mirë aprovet. Vazhdojmë me pikën e parë për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin shkurt 2026, fondi 6%. Ka ndonjëri që thotë bëj pyetje? Mirë, edhe në votim kur është pro kundër abstenim. Mirë aprovet. Faleminderit. Për miratimin e planit të punës për parandalimin dhe masat që do të merren për mbrojtjen e fondit pyjor kullosor kullim nga zjarri. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik e Shërbimit Pyjor. E njohur materialin gjithë, ka ndonjëri ndaj pyetje në gjë ndaj të rrugën e informacion në Ngrihe pak zërin. Ja, me gjyshe frasin në gjëna zërë. Në qofë se do duhet pak, po ajse po përmën në kështëtarë, në qofë se bashkia më ka, shtojnë me 4-5 mikrofona që të gjojnë të gjithë, pak në tjemi të barabar. Po së bëjmë që pa më vlerë edhe nga asaj kohë që është në gjojnë në një parë. Kuptoj. E më bërë shumë herë, shumë në mikrofona. Pjesa tjetër në zjarë, ja më shumë nuk ka që do bëjmë shumë herë, në që bëjmë shumë për 5 mikrofona. 5 mikrofona i bëjmë gjithë, frasin gjithë. Pjesën zjarëve në gram qëti që ti ndodhë tragedia. Çfarë masa është marrë nga mas tragedisë të rrësë? Për zjarën të në qëranë në Skënderbekas, një të mandë që muarë në shtetën mundi, izolimin e të nga ti, se vetë të përduat e darë e era, po përduan të ishe, tani në kemi bërë një verifikim terreni, për gjitha parcelat, sa është përshkuar, sa është e tjekur, do bëjmë dhe një verifikim të prillit, u do të rrim, sepse në kemi dhe pjesë të regeneruara, dhe është një raport të njësis kombëtare pyetje, për prerjen e atyre drurve që realisht janë të tjekur totalisht, dhe fillojmë mbjelljen e tyre. Pjesën e rejtarëve që vinë së zonat. Rejtarët së zonat të jenë në zona, sepse nuk e di, është rikë si shqetim, tash i zonës tjetër vjetë për të zonë. Në tonë, pak të jenë eficient, mos të jenë emra kot për të risha. Në kjo pjesë të ruën. Në kishë të zonë. Po, marë. Jo, tani, me që është një inxinjer drejtori dhe një tjetë teknikë. Qarë masë që janë marë, nuk mund të themu tani dhe i këtë një ide të njërë argumentuar pa i dhe një kohë që të shprejta. Shparimi sigurisë juridike të punësit që i drejtohesh dhe brenda një afatësaktuar vjen dhe
qëndron që Këshilli mos kthehet në një mekanizëm thjesht miratues, por ta ndjeki gjë në gjenezë aktin që mjafton, që këtu do të ishte një material bashkëqyrus, material bashkëqyrus për çfarë është bërë, sepse është çfarë do bëhet. Kupton? Që ideja qëndron që ne kështu bëjmë një lloj paralelizmi që çfarë ka qëndruar, çfarë është bërë, çfarë është realizuar dhe bëhet një miratim me informacion të plot. Sepse çdo vit miratojmë jo në lidhje me zjarrin. Ky do të jetë shkak që ne ta shtojmë më tepër kërkesën e llogaridhënies ndërmjet organeve. Por ai ishte një tragjedi që ndodh një në 200 vjet, apo nuk është se ndodhi ajo për fajt njëri apo tjetrit, apo. Por kjo do të na dëgjësojmë tepër që zjarret po vinë një fenomen që perceptojmë duke pasur një territor konsiderueshëm pasurues hyjor. Tek isha territor që herës tjetër kemi një material për çfarë është arritur. Që ne ta dimë ku vjen, sepse vetëm miraton në mënyrë monotone, do të thonë ne nuk bëjmë atë që jemi ngarkuar dhe ju nuk faleminderit. Mirë, ka një tjetër që... Po. Historia që ju stagnuar, ne nuk ndërhyrim në pyetje të kishës, sepse ishte ndërtuar me monitorim.
Mirë qëllimi e jesh vetë pyetëve, sa shu I presin edhe. Jo, brenda zonës urbane, kemi pastrohet zona. Parashikuar në planin kjo? Lendi është parashikuar në plan kjo? Që të thonin që brenda zonave të banuara të pastrohet? Jo, do të mbas prit. Bëhet një studi tjetër që do të shohet agjësisë kombëtare këtu. Ble, ideja është më thjeshtë. Nëse ne gjendemi nesër përballë prapë një skallë tjetër, që do ka qoftë, po a kemi kapacitetet tona, kemi masat që mos jenë dëme, ti minimizojmë sa më shumë dëmet, sepse me të vërtetë që ishte herë e parë dhe ndodhen njëherë gjëra që ndodhin siç thotë fatvarë një 200 vjet një. Po, ne sot e përjetuam një eksperiencë. Kjo ishte ajo e gjitha dhe që duan të më lejon të shpreh çështja e zjarreve është një çështje e paparashikuar, është një çështje komplekse. Dhe në fjalën e vet Dalipi, midis të tjerash, tha me shumë të drejtë me fjalë kush janë shkaktarët. Ne si institucion realisht nuk mund të përgjigjemi shkaktarët sepse kjo është pjesë e hetimit të prokurorisë, me fjalë se si ka ndodhur ngjarja e tjera të merat. Por do të thosha që çështja e përballimit situatave të tilla nuk mund të përballohet me forcat tona të brendshme. Është e pamundur. Dhe komunikimi jon me organet e larta që merren në këtë punë ka qenë I vazhdueshëm. Me drejtorinë e emergjencave ju jeni dëshmitar që për fikjen e zjarreve erdhën forcat e ushtrisë, erdhën helikopter, erdhën mjete zjarrfikse nga bashkitë të tjera e tjera me radhë, sepse nuk mund të parashikosh. Këto janë, si thua, një bosht masash, program pune për të qenë dhe rastet sporadike të zjarreve janë përballuar më së miri nga ana jo vetëm e pyores, por edhe nga zjarrfiksit, me fjalë një bashkëpunim të përbashkët edhe me ato forcat vullnetare që janë në terren dhe janë përballuar. Zjarret të kësaj natyre, me fjalë të kësaj përmases që ndodhin atje, ashtu si tha dhe këshilltari me fjalë Bardhi, ndodhin një herë në 200 vjet. Por ne nuk e lam këtë gjë vetëm në fuqinë tonë, me pyoren, me zjarrfiksen këtu dhe me vullnetarët që kemi në përveç. Angazhimi, po ju them, të banorëve ka qenë maksimalisht, por të ndodhur përballë këtij fenomeni kaq madhor, ne kemi bashkëpunuar me fjalë me organet qendrore, me fjalë që kanë mundësi. Dhe besoj që u bë më e mira e mundshme me fjalë për të mos thelluar tragedia edhe më tej. Mirë, faleminderit. Edhe motiv është pro kundër. Po, gjithë. Po. Kisha lidhje me drejtar të marrë në zonare. A e keni dhënë prapa të pozicionin e vollë, apo Si është bërë shpërndarja? Atëherë, është e vërtet që të lutem, jo mas nuk është që s'kam kukur. Mos është në kukur, bre. Ja, po të them, është në kukur. Ka qenë në kukur çdo vit, në malet e kukurit, me fjalë të rovjes së gripit. Është një rojtar që 6 mujor, edhe në zonën e Poroçanit është, edhe një ka qenë në zonat e ulta me fjalë të pyjeve, me fjalë të zonës Bishënit, me fjalë ka qenë edhe një rojtar. Dhe duke menduar me fjalë teritorin e Dushkut, me fjalë liçenit të Dushkut, pyjeve me fjalë të Dushkut, me fjalë me sipërfaqe, me një shtrirje shumë të madhe me fjalë pyjesh, në këtë zonë me fjalë janë vendosur 2 rojtar pyesh me fjalë që I përkasin kësaj zone. Le të jetë një moment, le ta rishikojmë me fjalë nëse duhet të çuar diku në një vend tjetër. Por nuk është se ne kemi panumër numrin e këtyre pyllëtarëve dhe rastet që kanë ndodhur nuk janë sinjalizuar për shkak të
së pamjaftueshme të tyre. Këtu bëhet fjalë tani për të bërë, po them unë, një qop, është bërë këtu, le të bëhet atje. Po tani kështu është atë tani. Po lërë më tani unë e di se ty kjo të shqetëson. Jo me jo, mos e kam bërë për pyllin tim. Të lutem tani. Ty, o visi, ty nuk shqetëson ky problem me fjalë. Ty nuk shqetëson problemi mbrojtjes pyjeve. Po është dakord më vresh. E kanë ngarkuar me fjalë. E kanë ngarkuar. Atëre, po ju them, po të them. Gjithë pisha e Sonikut, gjithë pylli i Bulçarit deri në Lum, është një sipërfaqe e tërë me pyje. Po pra po, se s'është pyje. Ka pyje më të mëdha se ato. Ai se shikon të fare aty. Kush se shikon? Ai e dy çivet. Po kush ti monitoron të kush vetë? Po se merr ti monitoron këto, ti s'di këtë. Ti thuaj shko, po unë bashkohem në një, po ta lutem. O visi, unë bashkohem me shqetësimin tënd, një minutë tani. Unë bashkohem me shqetësimin tënd që të jetë në proporcion me territorin e tjetër me radhë, nuk i heq asnjë presje. Kështu e ka parë të arsyeshme me fjalë institucioni pyjorët me fjalë atë dhe ta thash, le ta rishikojmë, të lutem, dhe le ta rishikojmë, por po mirë po një dakord të re, po të them edhe një herë. Atëherë unë po të them, pisha e Sojnikut dhe dushku i Bulçarit në sipërfaqe është 10 fish më madhe se sa po të them unë ty pyjet që janë në malin e linijës. Kështu edhe kam gjykuar, le të jetë një moment reflektimi ta shikojmë, por mos u shqetësoj problemi që më thua ti e ke vëndtis, kur e kam unë babajt. Po lere më tani, lere mos u merrem me thelbin, mos u merrem me tjetër. Endi, tash në total një, Hajde. shpërndarja. Dakor, Të gjashtë. E si janë Dy shpërndarja? janë për zonën e Sudokut, edhe 4 janë Zonën e Verqës. Po zonën këtë ka farë. Mirë, po. Që mira të rishikoj edhe njërë. Qose është e domosdoshme mund të shtoni. Shtojmë, por gjeni buxhet. Buxhetin? Po. Se kollaj shumë shtojmë. Po te zona Ne kemi, shikoj, ju lutem, të paktën, ju lutem. Ju mos i nxjerrni kështu, të paktën këshilltari është kaq përgjegjës sa që jam edhe unë, sa që është kryetari etj me radhë. Ne kemi segmente rrugë, fshatrash që realisht kanë nevojë për punëtorë, sepse vemi shkojmë me bëjmë neve, e hapim me mjetet tona, e pastrojmë, e bëjmë sjellin aty, por për shkak të rreshjeve etj nuk e. Problemi është se ato duan, ne kemi 20 punëtorë në rrugë, mirë ishte të kishte një 60. Byro, a ka buxhet për ta zgjidhur këtë problem? Pse nuk e dimë që duhet punëtorit lënë dhe në prenjë, se dimë, po s'ka mundësi financiare për ta shoh. Apo po them unë në rrugën X vend në Holt, a duhet një punëtor? Duhet mundësi financiare. Ti më thua këtu tani mua, vereni ju. Vere po gjej buxhetin atë. Kur muriatojmë buxhetin thuaj, unë mendoj si këshilltar, këtë buxhet ta heqim këtu dhe ta vëmë. Bravo, jo, kështu, mos e çoni kështu. Po po. Të rrihen zonat pa mbuluar si çdo. Të lutem ti thash edhe një herë, me që ke këtë problem shqetësim kur miraton buxhetin, paraqitet thuaj, në buxhet unë mendoj që të mos e bëjmë të investim në Trashovica aty, po t'i heqim të lekë dhe t'i çojmë për të vënë një punëtor këtu. Se kërkojnë një ujtar punë në buxhet. Pra, kështu se një. Po një ujtar punë do mrihet ndaj tjetrit, do thotë, po koshnica, ka ujtar punë. Ka ujtar punë shkëndijë. S'ka. S'ka pra. Po s'ka pra se s'ka. Pra, ta e di. Shko, u këtë punë e kisha kur vite statika e punojse, po me qenë zoni në Kryedarë, Urdhëro, baj. Tani, isë në Kryedarë. Urdhëro. Ke informacion ti që në bashkinë të dhe punojse që ke ti, marrin rrugë për shkëndijë punë, se atë Jo, nuk ka. Jo, nuk ka. Ata që s'le fare ditë punë, Jo, nuk ka, pra thashtë. Bëjë publike, me që po banë... O, i nderuar këshilltar,
diçka, do pasë jam tje, por një të flashe, por nuk shon në gjë pikë 500 lirë. Atëherë të lutem, nga një sekundë, një minutë. Shiko, ju me të drejtë me fjalë e trajtoni si problem, por që të përballoj hidrantin, ujësjellësat që kemi ne në fshatra, ti du ta dish një gjë që me zit rrjedh ujë në atë periudhë, në atë sezon, po them, se tani ka ujë tani. Por po them në korrik dhe në gusht, ujësjellësat që janë në fshatra me zit u pikojnë ujin jo të shërbejnë si hidrant për të mbushur. Shiko të lutem papi. Po jo më e di, po shiko ti e di fare mirë se një helikopter në tilla raste do brenda 4-5 minuta është mbushur dhe ata e mbush vetëm rezervuari i liçit. Po mirë brenda. Mirë, oral, vetëm një vërejtje ke, merrni pak më shumë përgjegjësi qytetare, lajni pjesën politike po. Nëse jemi këtu, jemi gjithë me qëllim përbashkët për të përmirësuar edhe si jetesën këtë vend, si për mos ndodhur raste të tilla, po s'është e vërtet fare. Thoj me emër dhe është tjetër gjë. Jo po si punë ndihmës ekonomike. Është një rast lutem, të dëgjova, është një rast si punë ndihmës ekonomike. Thoshte mua filan person thoshte ky s'merr ndihmë ekonomike, ky merr ky. Ndërkohë që sot je i njohur dhe vetë me si funksionon ndihma ekonomike, si të njëjtën gjë ke bër. Tani flasën për pikën e radhës, nuk të arë më fjallën, 500 erë nuk shkonë, po jo, mirë, ka në erë që të fjallën, po. Diçka ka me të dojnë, të e garsa emergjente janë në masa për të marrë masa për të parapri gjërave, është edhe emergjente rekuperimi i tyllit, sepse gjova do të bëjmë studim, tylli nuk bëhet për një vit, gjynaka do të bëjmë që u dojnë, kështu që do të sigurore ta shpejtoni të sepse ishe gjithçka e djegur, e shkupuar, e pa jeshillë dhe të vinte keq në para 3 ditësh kam kaluar ta shifja atë gjën e zezë aty, sikur i kishte rënë një gjë të zezë. Kështu që ai pyll do vitet bëhet. Nëse ne do presim, do bëhet studimi sot, do bëhet nesër, do bëhet në prill, duhet kishe filluar pak të prerja, sistemimi, rregullimi, pastrimi, sepse është gjyna. Nuk është mbylli një vit e dy. Do 10 vite të bëhet ajo. Bëni mirë që merrni masa, është gjë që ndodhi dhe s'kemi çfarë t'i bëjmë, atë që kishim dorë shfrytzuar nga gjitha drejtimet, por duhet fare edhe kjo gjë. Unë do të përshëndes Bona për problematikën e trajtuar dhe mënyra se si juve me fjalë e trajtoni. Me shumë të drejtë. Jam në mbledhje këshillin, të lutem më vonë. Për problemin ne kemi filluar punësimin. Kemi filluar në zonën e Pekës, në një sipërfaqe që është rreth 6 hektarë. Kurse kjo do të ndryrë tjetër, do të prerë, do sistemuar, se nuk është sipërfaqe vogël, është rreth 900 hektarë sipërfaqe e përshkruar. Rreth 400 hektarë të tjerë kulturalisht. Sipërfaqe madhe. Po, kemi filluar. Rreth 6 hektarë, duhet një fitan lishe zezë, lishe zezë. Pjesën e liçenit do të pjesa poshtë. Mirë, falenderit edhe, në votim kush është për kundër abstenim? Faleminderit. Mirë ato. Vazhdoj pikën 3 për disa ndryshime në nivelin e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve dhe personave të emëruar të zgjedhur të Bashkisë Gramsh për vitin 2026 të vendimit numër 86 datë 27/12/2024. Për miratimin e numrit maksimal të punonjësve dhe nivelin e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve dhe personave të emëruar të zgjedhur të Bashkisë Gramsh. Përshëndetje të nderuar qytetarë, ashtu siç e njohur dhe me materialin, Drejtoria Juridike dhe Bujqe dhe Njerëzore ka paraqitur përpara jush relacionin për disa ndryshime në nivelin e pagave të punonjësve, personave të emëruar ose të zgjedhur të Bashkisë Gramsh për vitin 2026.
Ç'është bllokuese për fjalë, do të kaluar kjo sjellje. E kuptoj ajo. Duhet ta kishë. Po Lulieta. Një shpjegim shiko tani. Jo, për të qenë të qartë. Ne për ca profesione të vështira, ne kemi tentuar dhe vjet që të rrisim pagën dhe ja bëm manevratorëve. Dhe ja u bëm manevratorëve, ja çuam 700, na i ktheu. Ja, nuk e bëj e çuam ne vjet me vendim sepse jemi në krizë. Sot po ju them, 2 mjete nuk kanë manevrator. Iku nuk vjen. 2 mjete sot nuk ka manevrator. Po aq mirë sanitarit. Po çfarë më rregull tani ko? Shiko, ne tentuam. Pra, ne si administrat tentuam e sollëm këshill, ju e miratuat. Na e theu, është jashtë kategorive pagave të miratuar me vendim. Edhe ky problemi me fjalë. Mirë, po. Jo, po vetë, s'ka gjë. Shëqyr që Jemi këtu aty të karrekim që asy ndokës, aty zë në kuzës, të njëri aty, tonë. Por lidhe me debat që sa për edhe për manovratorët dhe për atë që jetë angritë. Do gjithë një zgjidhje për manovratorët. Si? Për këta manovratorët do gjithë një zgjidhje, jo të rritë mjetët aty ndërkohë që rrugët janë të. Ja, rrugën e Sitarës si gjitha shenjet janë to kanë tërmuaj, që në shimë. Ta shi du të gjithë një zgjidhje tjetër, s'po të në akord me liqë të nërë që të katosh. Po të bida akord do të punosh 4 orë. Si? Do punosh 4 orë. Po kush të vjen aty? Po kush vjen ai manovrator aty? Unë po të them shuar burr tani. Kush të vjen ai manovrator? Po marrësh në orë të plota. Ore, po të vjen njeri më burrë, nuk të vjen njeri, o kollek, të lutem, nuk të vjen njeri se s'ka kohë ai të vi, për rrit 4 orë dhe 4 orë tjetër të ngrohet në diell. Ai thotë unë dal mëngjes nga puna, unë do punë. Po si do të zgjidhë? Po jo, po të them unë tani, shiko tani. Ja do të them unë. Iku punojsi, iku në manovratori kene, shkoj ke privati edhe morë 1.200.000 lekë. Ai thotë unë jam i ri, thotë, unë punoj 2 motor, sa i privati nuk e mand tetor. 2 motor, thotë. Po unë sot po më energji, thotë. Punoj thotë, dhe punoj 2 motor, po i çoj shtëpis 1.200.000 lekë. Në akord po si do ta zgjidhë. Se rifardrova aty ndërkohë që rruga është gjithë e shefra. Do një zgjidhje. U them që ka dhe njerëz që vinë me orë. Jemi duke menduar dhe zgjidhjen. Do ta them, jemi duke menduar dhe shumë shpejt do të vimë në këshill me propozim konkret. Se kjo kështu shkon me fjalë. Por po të them, do vimë shumë shpejt në këshill për të gjetur zgjidhjen. Ta konkludojmë me njëri tjetrin një dhe pastaj. Mirë, po. për parë relativ materiali për rritjen e pagave. Keni informacion sa preken nga kjo rritje, numër, pozicion konkret? Janë të gjitha tabelat bashkëlidhur, ku janë të gjitha Tabelat pozicionet, po sepse ne prandaj kemi sjell material. Materiali është VKM-ja nuk është paga nuk e dështesa për pozicion, janë të gjitha të rënditura. Sipas
kryetari i njësisë administrative merr pak se specialistin. Do të thënë vetë çfarë për dy mënyra pagesa sepse kryetari paguhet nga buxheti i bashkisë, kurse specialisti është me fond pakushtëzuar që është paguhet nga zyrtagjencia civile. Po, tani ka logjik tani kryetari i njësisë administrative paguhet pak specialisti i gjencë civile. Do të thënë, e para, e dyta, shikojmë polici bashkiak në të njëjtën kategori me sanitarët, me gjithë të respektin dhe vlerësimin maksimal të një pune dinjitoze, siç janë inxhinierët e mjedisit, si që thonë Japoni këtyre që pastrojnë, por tani ka një nonsens logjik, dhe pastaj do të punuar, shtrohet, shikohet, që të ketë disproporcion dhe me çmimet që janë. Ai sa është mundësia. Ai sa lejohet tek hapësira ligjore që ka administrata. Por duhet të bërë një trajtim serioz për të pasur një farë trajtimi afër asaj që duhet, sepse janë paga që interferojnë, ne I kalojmë kështu në mënyrë të përgjithshme, por duhet të kemi një trajtim më specifik mendoj. Dhe që kërkon punë të madhe sepse të menaxhosh 400 punonjës me paga në kategori të caktuara me ndryshime ligjore, do të thënë është një punë specifike që kërkon vëmendje të madhe. Tani për këtë pjesë ne jemi shumë dakord, sepse dokonat për ndryshimet e pagave nuk janë vetëm këto. Ana kërkon më për ndryshimin e nivelit të pagave për të gjithë administratrat. Por kushtet financiare të bashkisë tonë janë të tilla. Janë 70 punonjës aparati, po që sot pristin që kishin në rritje pagave, por nuk e kemi sepse kemi zgjedhur që investimet I vendosin përpara pagave tona. Sido që tjerë, paga tona sepse buxhet nuk ka buxhet. Nuk është faja se ka rëshit, për një qytet nuk janë shumë. Sepse bashkia është një vend që njerëzit mund gjenë për krajë, nuk janë shumë, ka të referuar territorit bashkisë Gamsh, që është diku te 700 ca km2, ne jemi minus 5 polica bashkiak Mangët për territor. Jemi minus. Tani dhe kërkojmë rritjen e shërbimit dhe monitorimit dhe të tjerë dhe ato, dhe themi pse I futën. Ne jemi si kemi futur. Do të se ke shtrihet gjerë territoriale, nuk je Beshi për shembull, që e ke kufizuar ose Peqinja apo Rogozhina. Je Gamsh që ke një sipërfaqe shumë të madhe. Prandaj do të nuk ka po një gjë kam unë shumë ta them sinqerisht, nuk pretendojmë që tek ne është gjithçka okay, gjithçka I përgjigjet standardeve tjera. Kur foli Bona, ta them me shpirt, e përshëndeta sepse është një problem që duhet trajtuar dhe duhet vrapuar për ta zgjidhur sa më shpejt. Ato kërkojnë financa më. Por unë bëhe them shumë, kur flasim këtu dhe miro për të dëgjoj, që ka më thuaj gjërat pa qena. Më thua ti mua si këshilltar, thua ka 20 polic bashkia. Po nuk I ka mërë dhe. Mos e thuaj të gjë. Po thuaj kështu, bashkia Gramsh ka, po them, 7 polica bashkia dhe unë mendoj që këtë punë bëhet me 5. Po mos e thuaj ka 20. Se nuk shkon kjo për problem, se ata që ta dëgjojnë ne thot vërtetor 20 polica pas kanë që kanë në bashkinë. Po lere, tani, shiko, mos më bësh. Tani, shiko, ore, nuk ta thash, shiko, para se të flisja ti, unë thash kështu, jo të lutem, para se të flisja ti, unë thash, nuk pretendojmë që tek ne gjithçka e cëmvaj, kulmi I shërbimit, e në the thash, pa dyshim ka probleme, tjere, se sot ka dhe probleme me burime njerëzore, tjere, me janë pa diskutueshme të probleme. Kam nevojë për inxhinier ndërtimi, mëngjese. Po s'ka, dhe përpiqemi të bëjmë atë punë me atë që kemi. Po mos thoni gjëra, pra këshilltari do të jetë çik I përgjegjshëm, thotë. O zotëri, ke këtë, ke dhe këtë. Po mos thoni gjëra si janë. Jo, Po duhet me gjëra që korrekte, po. Ti që ka rënë do kemë nuk e zbulim bashkirë. Po. Prandaj kisha që paktën ajo 400 që atë
që marrin... Po ema, po që se ti dhe unë krasë punës i bëjmë shkojmë në edukatore kopshti. Ata partijë që janë mashinë interesuar, të shikojnë paga. S'ka asnjë gjë. Mirë, faleminderit. Për 20% investim. O Eral, në rregull. Dakor. O Eral. Se edhe janë për kontigë, unë do të qikë të gjithë dhe ikë kështu. Mirë. Edhe në votim kështu për kundër abstenim. Më falë. Ndjes, po. Mirë, u votuan rregull. Ja tu. Thjesht për ndjes, kërkova ndjes. Jo zakonisht, ai që është me urti, unë zakonisht. Pra, reparti shërbimit gjatë ka thurë në pushime në nivelin e pagave. Protesta edhe ne, pushim, një atë edhe një shpërtim. E meriton, por nuk i dhamë shërbimin kryor, sepse edhe ata kontribuon. Tani, shërbimin kryor, ka mësuar të rritje, për dëvit. Një tjetër, sa punojës ka bashkia, nga ka dërshim, me status sociali. Dhe ndryshimi një punojësit, i kemi thjesht dhe një me status sociali. E shparë, një brendë, një brendë paga, dërsa nuk po me hipotetë një shërfre, në gjithë punojësit, që punoj mjetët teknologjike, që quhet monobratorë, janë në terreno, shumën në zona vështira, shikojnë 5% këtu vështërsi. Ajo që ta në këtë bashkë që po shikohet që të gjendet një mundësi. Një si këshilë, ati mundësi që këtë 5% ka vërësim, ta qojnë ujët apo 15 dhe disi monobratorë që punojnë, në dini time të një për një shumë e mirë, sepse atyre u jepet situacion jetër. Pa i situacion jetër, du ka mendoj sepse është rast atkesish në qëse ndodhë diçka dhe është situacion jetër, është gjë shumë pozitive, por të pespishin edhe sa dojët efekti financiar, në të deklojnë finansës, të bëjnë përbukarim tjetër. Dhe ekspon, apo se ekspon mundësia, një që se është të shien një rejë ekzekutimi, edhe që shqiptarë të manobratorët apo kush ka 5%, kush përfshirë 10%, e ka një një vjetë apo 15, kjo është propozim, e në bisnesi sa pësira ekzistajnë. Atëherë, ndikën në pyetjen e parë që pakon përse përket ndryshimit që mësojnë në legi pagës për shërbimin gjatë dhe krahasim me shërbimin kryor, siç e thash dhe në fillim të relatimit, ne kemi paraqitur për ndryshim vetëm VKM për pozicione të detyrueshme. Dhe për sa i përket shërbimit kryor, si gjithë pjesa tjetër e administratës, nuk i kemi paraqitur për ndryshim për ato nivele pagash. Nuk kemi bërë as indeksimin, sepse ka ardhur VKM-ja vetë për të bërë indeksimin, por edhe ndryshimin e nivelit të pagave. Ne nuk i kemi paraqitur për asnjë sektor tjetër dhe drejtori tjetër të administratës, ndërsa shërbimi si artikës është përfshirë dhe është bërë vetëm indeksimi për arsye sepse është e detyrueshme dhe kemi detyrim ligjor për ta bërë. Ndërsa të tjera kanë qenë fakultative dhe nuk i kemi paraqitur në këtë mbledhje. Në bazë të mbledhjeve të ardhshme me rishikimet të buxhetit mund të ketë ndryshime, por për momentin mundësitë financiare nuk janë. Për sa i përket punonjësve me status civil, në bashkinë tonë janë 49 punonjës me statusin civil, por edhe për që kanë statusin e punësit civil, në krahasim me pozicione tjera, por edhe në këtë rast sërish nuk kemi paraqitur marrin 5% për vështirësinë, mund të bëjmë ndryshim tjetër për vetë 5% është maksimumi shumë. Mirë, në rregull. Mirë, faleminderit. Vazhdojmë me kjo pikë votuar, vazhdojmë me pikën tjetër, miratuam fjalë për një ndryshim në vendim. Vazhdojmë me pikën 4 për një ndryshim në vendimin numër 48 datë 30/6/2023 të Këshillit Bashkiak për formimin e komisioneve të përhershme të Këshillit të Bashkisë. Ju keni
anëtarët e komisioneve, janë 10 komisione të përhershme. Në fakt, gjithë të kohë unë e kam rënë tërforë për të parë për ndryshime, për ajo që do të ndryshojë realisht është përgjegjësia që ne do të kemi përfshi kësaj përgjegjësie që kemi marrë. Ne do të marrim komisionet me radhë. Unë kam bërë pak ndryshime në fakt, duke parë edhe kam bërë për sugjerim fakt, duke qenë që herën e parë më thatë që megjithatë ne shikojmë bashkë me njëri tjetrin çfarë mund të përmirësojmë. Komisionet janë pjesa më e rëndësishme pas vendimeve që merr Këshilli Bashkiak. Në formë ta bëjnë kush nuk e merr përsipër, sa më mirë ta thojnë se sa që mos rrim. Po, e drejtë është. Mirë, atëherë vazhdojmë me komisionin e parë, komisioni i mandateve të çështjeve juridike dhe administrative. Do doja mirë kuptimin e të gjithë në fakt, edhe tek ndryshimet që do ketë, se mos ketë as tërmbetje as gjë, thjesht mund ketë raste edhe unë jam ingrakuar shumë me punë tjera dhe s'mundem dot edhe po do, kështu që merren në këtë formë, jo si po. Pastaj që të shpëraqim. Po. Mungesë, por ju theksoj që komisionet e përhershme, pasi duhet të shkojë, funksionin të këshillit, sepse do të shkojë një raport, do të jetë numër 5. Nuk ka qenë Komisionit e janë jashtë këshillit, ekspert, fushat e komision, por jo në vendimarrje. tek komisioni i Po kështu e kemi me rregullore. Këtu të komisioni dhe në Jo është për gratë. Në çdo rast është me 5 ose me 3. Ka komision me 7. Jo, me 3, me 5, me 7, me 9, me 11. Është gabimi, Me 4 është për gabim shtyp. është gabim shtypë. Dhe të komisioni etikës, do më të keni 3. Tu, mendojmë që gabim. E më këtesa, për të tememi, ka të vjetë që kërë nga bashkje. Po i takon bashkisë, nuk janë bërë ndryshime, po ditojmë. Jo. Nuk e bërë ndryshime. Dhe për arsye nga që nuk është mbledhur si komision dhe s'ka patur, ta bëjmë ndryshojmë sot edhe s'ka bashkia do jetë një më tjetër. Ne do të marrim me radhë gjithë komisionet edhe do të ndryshojmë pastaj. Mirë, vazhdojmë me komisionin e parë, komisioni me mandateve, çështjeve juridike dhe administrative. Ky komision ka mendimin tim, nuk e mendoj të arsyeshëm për të ndryshuar, duke qenë se është një komision që edhe nuk ka ndonjë punë voluminoze, vetëm raste të caktuara, ka funksionuar, është i përbërë nga Visarion Bici kryetar, Ardian Halla sekretare, Dali Paziza antar, Valbona Verushi antare dhe Fatbar Çekrezi antare. Jeni dakord që të vazhdoj të rrinë kështu apo të ke ndryshime? Mi jemi në rregull, mirë thuat. Vazhdojmë me komisionin e dy vendorë të nderit. Kemi Lilia Dollanin kryetar, kemi Kozel Çalën sekretar, kemi ka qenë Albert Ceci këtu dhe kemi vendosur Alketa Bicin në momentin që është larguar Albert Ceci. Pra është i gabim, thjesht drejt shkrimor. Është Alketa Bici në antare, Ledi Shqiponja antar dhe Sali Zani që janë antare që janë nga jo pjesa jonë me fjalë. Ky komision që drejta ka funksionuar, edhe këtë komision nuk e shikoj kështu për të bërë ndryshime, megjithatë më thoni ju antarët që jeni
ligji shqetësimit rreth. Biles vendosja arkimi një listë me pika kriterësh. Unë logjikoj që do të ishte bërë edhe më parë kjo, që të vjeshën drejt shinave komision. Edhe ja 2 sekonda. Unë mendoj që ta mbledhjen tjetër ta miratojmë këtu pjesën e kriterëve, sepse realisht është shqetësuese kjo. Edhe mua më ka rastisur, pavarësisht se jam pjesë e komisionit, po duke qenë kryetar këshilli jam i përfshirë. Domosdoshmërisht aty dhe realisht është shqetësuese. Kështu që po. Si unë këtë do thosh edhe unë do ta kësaj pune duhet të shtetë reciklohet, duhet të reciklohet. Sepse po humbet atë që ka vërtet një person që ta shpaf qytetar të jetë. Që një person publik, person me kontribut, një person që i ka dhënë në Ukrainë këti rreth. Se shojmë që kjo po të gradon keq. Gjë njerëz anë janë titull të keq. Çka më thini tani? Pra po humbet edhe ajo atyre njerëzve që janë territori. Kështu që kur them që komisioni i vënë reflektimin në duhet që ndrojë fort, do të mos miratojmë personat që këtë duke vlerë. Ne kemi respekt për cilin do, pra ma titulli i nderit është një titull që duhet ta marrin vërtet një person, një figurë publike dhe të kontributit që ka dhënë. Jo, një njerëz lajku. Jam bërë aty nuk e di se nga vajtë numri këtyre titullit me. Nuk e vajtë i qitë. Ma vajtë të ku do me. Po s'ka kuptim kjo punë, është bërë si bajar. Mirë. Ata kjo nga qenë arsye që unë dhe shumë herë nuk kam marrë pjesë në komision, ta them se. Ta them në zgjidhje. Se shikoje që çfarë do bëhet, ta nuk jam. Mirë, unë propozoj të ngremi grup pune për të marrë pjesën e kriterëve, vendos kriterëve, një mini rregullore për këtë komision. Edhe administrata. Po. Kemi reflektuar në rregullorin e Këshillit Bashkiak, që do ta shikojmë. Mund ta bëjmë atë çfarë problem. Po çështje numrash. Jo, duhet ndaluar që para se të vinë komisionat. Mirë, po. Për të qenë çike korrekt me parashtrimet e që folën më përpara. Tani kryetar për procedurën e ndryshimet e komisioneve, duke qenë që është një akt i miratuar dhe është fuqi, digjet një procedurë që propozuesi transmetaj Këshillit i dërgon Komisionit të Çështjeve Ligjore Administrative një projekt raport. Shurtohet nga pikpamja lëndore që ky është kompetenca rregullores dhe ligjit posaçëm. 1. E dyta, përsa i përket rregullor kësaj për ngritjen e grup pune, kur ligjbërësi e ka mirë rregulluar, mirë specifik
specifike mbi kritere të qarta si dritë e diellit, që nuk kanë caktuar kriteret, kanë caktuar mbyllje syrit për raste të veçanta, por nëse ndiqet ligji posaçëm, ligji 112-2013 për vendosin e titull medalje vendor të nderit e gjithë që përfshihet. Kriteret e veçanta që kon ligji, rregullore brendshme, po të ndiqen të gjitha këto, dhe administrimi dosjeve personale për çdo të propozuar dhe subjekteve që e kanë pagën ligjor për propozimin, nuk është nevojë fare që të bëjmë në shpikje që ligjbërësi ka 30 vjet, 40 vjet që i kanë përcaktuar dhe të mirë rregulluara. Thjesht komisioni duhet të jetë funksional tërësisht nga të gjithë anëtarët e tij, e ka bazën ligjore dhe çdo propozim ka kriteret e përcaktuara. Nuk ka nevojë fare as për grup pune, as për marrjen e administratës, as për marrjen nga ministria, ku ligji i ke gjitha saklam, e ke si dritë e diellit. Aty futi vrim çilperës të gjithë ata që Ligjin e ke pasur, e ke zbatuar gjithë. Kështu për Cyber. nuk mund marr përsipër. Ja do të them çka. Nuk mund marr përsipër Pjesë e parë, pjesën e kërkesës për ndryshimin. Për Cyber përket kërkesës time, jemi të gjithë dakord kanë përshtypjen për ndryshimin dhe vënien funksionim të komisioneve, kështu që nuk kemi nevojë për. Ndërsa për pjesën e rregullore që shkoti, ajo mini rregullore që do jetë tek këtij komisioni, është një përmbledhje e çdo ligji, e çdo ka mini rregullore, ka rregullore, nuk ka njëftë fare. Po mirë, mini rregullore, po e vendos nuancën duke qenë se është vetëm për këtë komision. Tani ti merr si duash, mini rregullore apo rregullore. Edhe po e quajta mini rregullore sepse është vetëm për këtë komision. Edhe do jetë një përmbledhje e gjithë atyre ligjeve, neneve, gjithë një përmbledhje që komisioni ta ketë aty. Edhe i thot dhe grupit palës interesuar që urdhë se nuk mund të bëj dot për shkak që thua ti që shkel njërin sy apo shkel, kështu që i përmbledhje të tillësh. Un jam duket ta jam dakord me për pjesën realisht për ta bërë këtë. Ju si doni pastaj se Në një fillit, a i shumë një me titri. Tu në gash, kemi njëllë lidhje familare, miqësore, shoqërore, pune, seminarat, sa dhe një vjanë një këtip dhe për prishteve në qytet. Ta që është në vështirë që të kështë një ankes një mejnë në të Unë në pari një të fosilë. To që të kemi blera, ta matë, qytetarë, duhet të kemi që përsa kërë shumë sakë. Por duhet të funksionojë në pozicione që të serioze se në të gjithë shko propozojnë nga këtë gjëre. Ne shko kushojnë pasaj të por mirë duhet një komision për të një disa kriterje të sa dhe pa tjetë në vjeshtë për të shkallate. Mirë, ngremi grup pune, e ngrem që tani grupin e punës dhe për mbledhjen tjetër sepse po ta lëm kështu do ngjelet edhe pastaj. Administratën vendosin, për shembull, sa do ta lëm grupin e punës këtu, 3 veta, 5 veta, lëm 2 në administrata, 3 këtu. Për të marrë me Po. Për titull qytetar nderi, ka në këshill vetëm apo kjo u bën nga më drejt, pas e ka mundur, tu s'ka bin për dhënë titull. Po si s'ka qytetar nderi, është autoritet i Këshillit Bashkiak. Po. Kemi 13 të dhëna që Ta bërë të qartë. në 2000 e këtë raport, 13 tjetër. Rregullore, 13 pasi u bën ministri. rregulloria, Se u zjatëm sa jo, mos të do të 7 sekonda. Të rregulloria ato që është me 5 anëtar. 2 personalitete që vinë, këta nuk kanë fuqinë vendimarrëse, sepse ka përfituar gabim. Po. Sepse burimi i sovranit përfaqësohet nga 3 komision, nuk përfaqësohet nga historianin dhe nga filozofia dhe nga Po, e drejtë. ata janë sugjerues dhe duhet të japin një mendim nga fusha, nga historia, nga arti dhe kultura. Dakord, po Nuk dakord. jo, po jemi dakord se këto ka funksionuar kështu, duhet të funksionojë kështu, sepse Po nuk jo, grupi i rrimë, grupi dhe njerë. Po jo, pra nuk kanë të drejtë Ka votën. lidhje fare, dhe me pjesën Kanë lidhje, thjesht do të ndryshoj funksionimi, thotë. Mënyra e funksionimit lëndës, të funksionimit të këtij komisioni, do të
t'jenë me 5, siç është, por vendimarrja do të brojë nga këta 3, jo nga këta 5. Jo nga 2 që janë jashtë. Po, jo nga këta të jashtë, kjo është ide. Mirë, si ta lëm grupin që do merret në pjesë, lëm me i bardh e thonë. Ky komision nuk ka për të mbledhur bazë, për këtë mblidheni. Ata që e kanë merituar aty janë. Ata tjerë ja futur kohë. Po dhe, unë jam i mendimit ta bëjmë se edhe për nesër duhet, edhe për jemi si ne. Tani unë propozoj që Nuk e kalon dot atë sepse ke dy funksionale ti. Nuk është ajo mos vi komision se nuk e meriton ai. Ti s've komision që nuk promosh detyrat tënde funksionale, nuk ka lidhje me ti haj komision dhe refuzohet. I shbanget podheli përgjithësive. Podheli thot komisioni s'deshi se unë desha, nuk është standard. tani ata e vazhdojmë në këtë formë se tani po të rrim deri nga ora 2 këtu vetëm me pjesën dhe tani unë propozoj që ky grup i punës do ngrihet për pjesën e rregullore, si jetë 5 veta, 2 janë juristë nga bashkia dhe 3 nga këshilli bashkiak që bënimin e rregullore për Po, arsimi, s'ka 2 veta nga një nga arsimi dhe një jurist, ta lëm kështu. Arsimi kultura ose Atëherë, pjesë të bashkisë. Arsim kultur. Një jurist do një emra. Po jo mos ka probleme me ato. Një jurist dhe një nga fusha e arsimit të kulturës. Po ndeshë dhe emra që tani unë e tham, por duhet. Po jo s'ka problem, s'ka problem. S'është këtu. Jo, po. Po pse rri këtu këtu? Mirë, 3 veta nga këshilli bashkiaku. Një propozim e kam unë, Bardhi, dhe 2 tjerë. Se unë ndryhjum, se nuk më takon mua. Këtu nuk është fjala për ky është komision për të hartuar rregulloren, jo komisioni. Po mirë, bëjmë këtë veta dhe shikojmë. Tani Bardhi 1 dhe 2 tjerë. Për pjesën e rregullore. Kush do 2 tjerë? Kam një pyetje, se si më vjen. Po ta marrëm ja këtë. Jo, do të them sa një ide ka ky komisioni ku rregullora këshilla e këshillit ka shumë sinjorine do të thoya, ç'është ky komision? Çfarë një? Jo komision, është për ardhime rregullore. Po komision do të Po. rregullora ato. Po nuk është komision në kujtim, është grup punës. Ne kemi një komision. Bëjmë një rregullore me gjithë kriteret e përmbledhura më bursa sociale si ka shumë. Gjapi zgjidhje më shumë. Do bëj një draft projekt për komisionin unë dhe bëj. Do të thënë do e përcjell komisionin për zbatim. Bash. Po nuk flas për pjesën tonë këtu, nuk po do të thënë. Dhe t'ja paraqes komisionit, ta ketë si manual për çfarë vjen, no? Po mirë, kështu e lëm atë, o Bardhi, bëhet bashkë me sekretarin e përgjithshëm e disonit. Po bërë grup punë. Vetëm një gjë duhet të them që vdes. Në vim të asaj që do të këshilltari kultivit, nuk do hartë të rregullore, do të thotë udhëzues. Po udhëzues. Po e dison, thjesht terën më shumë. E po jo, po ajo ka tronë të gjë, që nuk do hartë. Mirë, në rregull, udhëzues. Atëherë, po e dison. O e dison, ti bashkë me Bardhën e keni detyrë tjetër që Komisioni ju sa këshilltar. tani komision, jeni në rregull. Aktualisht është Lvera Dollani, Kodhel Çala, Alketa Bici dhe 2 që janë jashtë, Ledi Shqiponja dhe Salizani. Jeni dakord apo do të bëjmë ndryshim apo? Dakord. Mirator. Jeni dakord me zonin e këshillit apo krye që janë pjesë e komisionit? Po këshillit pra se komisioni kush thash obligata flet vet. Unë jam dakord siç foli. Tani ti marr kështu emër për emër. Vazhdojmë me komisionin tjetër, Komisioni Financave, Ekonomisë dhe Pasurive Publike Vendore. Ja këtu Greta për shembull, je dakord?
së bëj shaka. Ky komision përbëhet nga 5 antarë, Frida Shahini kryetar, Eraç Çelçiu sekretar, Kujtim Brahimi antar, Ramazan Bravo antar dhe Risa Zogu antar. Ky është komision realisht që ka dhe një pjesë të madhe të punës. Edhe kush e shikon të lutra, kush nuk e shikon veten që mund ta ndjekin, më mirë thoj që unë nuk mundem ta ndjek këtë komision edhe vendosim diçka tjetër sepse realisht ka patur probleme. Kemi kaluar buxhete, kemi kaluar për buxhete pa mbledhur e pa komisionin. Kështu që po. Atëja sekretare, kush për shembull, ata për shembull kanë ardhur 3, këta vinë gjithmonë apo kush nuk vjen nga këto 3? Tani bëjmë unë dhe Ramazan. Unë dhe kisha menduar në fakt pa ngele atë dhe Ramazani duke qenë se është ngarkuar me punët dhe kujtimin me punë tjetër duke qenë mendova që ta vëm pak më shumë punkte të komisionit. T'japim jeni dakord që të kalonin komisione të tjera dhe vendosim dy tjerë këtu. Po ta jetë merrim me çfarë të bëjmë. Një propozim grupi i PS-s, një propozim pjesë pozitës. Ka doni të shtunë. Brunilda. Bruno. Jo dhe një këtë, po. Kate, vënd kujtimit, njëllë. Konflikt interesi, shkile ka konflikt interesi, të ajo është kryetare, s'ka lidhje. Po, vënd Ramazanit? Po, është rrallë. Mondit, vendosim ty. Po ka padur, realisht ka padur probleme. Të kalosh... Po mirë, ndodh që vetëm ta 3 mlidhen, po kjo është... Po ja ka një problem Frida, Risa, tjetëri. Që do bëjmë? Ndodhen si... Komisioni Ekonomisë dhe Financave është shumë komisioni i rëndësishëm. Po është rëndësishëm për këtë. Sepse do të mbledhet të paktën çdo mbledhje. Sot për shembull, në pikën e 5, përmjatimet tavane buxhetore para raportit të komisionit nuk do të çutohet fare. E pra dakord për deputim o parë, deputim. Part-time, që mbledhet një fillim. Prandaj po them. Ai do punë. Tani vendi Ramazanit, propozoni emër tjetër. O monde, e merrti për sipër. Kush më i lirë, keni... Bardhi. O Bardhi, je dakord? Dhe ti si antar këtu? Tani, po që është antar i Komisionit të Ekonomisë, po të buxhetit, po më mirë ta marrin ato. A e pra tani të zorim? Ate, jemi dakord me propozimet. Bëhet pjesë e komisionit Brunilda dhe Fatbardhi. Ate, komisionin ngjelet me Frida Shahini kryetar, Eraç Çelçiu sekretar,
Brunilda Gjevori antar, Fatbar Çekresi antar dhe Risa Zogu antar. Edhe në votim kush është për kundër abstenim? Miratuar. Vazhdojmë me Komisionin e Shërbimeve Publike, Transportit dhe Strehimit. Ky komision është i përbërë nga 3 antar, kryetar Valbona Verushi, sekretar Brunilda Gjevori dhe Brunilda Ballolli antar. Unë besoj që jemi në rregull me këtë komision, nuk është se ka patur. Jemi në rregull. Edhe në votim, kur është për kundër abstenim, miratuar. Komisioni Shërbimeve Publike, Transportit dhe Strehimit. Po. Vëmë zanë, pse të në përmim, me qenë të finansat. Po, vendosim, mirë, vendosim, e se kësha lënë që më tamë, Propozimi 3. Mirë atëre, Valbona Verushi, kryetari, sekretar Ramazan Bravo dhe Brunilda Ballolli antar. Jemi në rregull. Edhe votim kur është për kundër abstenim, miratuar. Vazhdojmë me Komisioni 5, Komisioni Bujqësisë, Mjedisit dhe Zhvillimit Aksionor. Ramazan Bravo kryetar, Anila Dakar sekretare dhe Idri Kokla antar. Është në rregull si komision. Kur është për kundër abstenim, miratuar. Vazhdojmë me Komisionin e Sigurisë Publike e Emergjencave Civile. Edmond Guri kryetar, Dali Pazere sekretar, Marcela Ibro antar. Edhe ky komision nuk shikoj që të ketë problem. Miratohet. Vazhdojmë me Komisioni i Shëndetësisë, Çështje Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Edhe ky është një komision shumë i rëndësishëm. Çështje drejta kohët e fundit patëm kam bërë një diskutim dhe me Gretën edhe me Marcelën dhe me kam folur më saktë. Herët e fundit Marcela ka qenë justifikuar që s'është paraqita dhe mendoj që ta lëmë edhe një herë si ç'është këtë komision për 3 vetësh si ç'është. Jemi në rregull? Kur është për kundër abstenim, miratohet. Vazhdojmë me Komisionin e Arsimit, Kulturës, Sporteve dhe Dhënieve së Titujt dhe Informacionit. Ardiana Hasa kryetar, Brunilda Gjevori sekretare, Valbona Verushi antar. Jemi në rregull? Miratohet, është për kundër abstenim, miratohet. Komisioni i Auditimit Brendshëm. Te auditimi duke patur edhe një konsultim me Erisën, pasi ka të pamundur për të ndjekur dyja komisionet, propozoj tek pjesa duke qenë se nuk ka kryetar komision, nuk ka ndonjë drejtim komisioni i Fatbardhë, propozoj Bardhin, kryetar komisioni dhe të vazhdoj siç është Real Çorçiu sekretar, Idri Kokla antar. Jemi në rregull? Kur është për kundër abstenim, miratohet. Te Komisioni i Etikës dhe Barazisë Gjinore do bëjmë edhe një ndryshim, do shtojmë edhe pjesën e integrimit evropian, sepse nuk kemi ndryshuar dhe bëjmë, duke qenë se është me 5 antar, ndryshojmë emërtimin Komisioni i Etikës dhe Barazisë Gjinore dhe integrimit evropian. Te komision është Lidhe Dollani kryetar, Edmond Guri sekretar, Alketa Bici antar, Tajari nga pjesë e bashkisë dhe Tajari do të bëni një ndryshim tek pjesë e bashkisë. Do të bëni një ndryshim tek pjesë e bashkisë. Ka qenë Ergita. Zonë Ergita. Ka qenë Ergita Kaso aty. Është gjithsoni. Kemi drejtorin e integrimit në vend. Unë bësh atë, Sajmir. Atëherë Sajmir. Sajmir Xhara. Atë edhe në votim kur është për kundër abstenim. Pas votoni. Miratohet. Po ngrini kartonat. Mirë, jemi në rregull me këtë kuroj që paktën t'i ulim pak, t'i minimizojmë problemet që kemi parë të komisionet. Vazhdojmë pikën tjetër. Për miratimin e tavaneve të buxhetit afatmesëm 2027-2029, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik. Pike Mbasaj pasë, do ngrihet çdo të
Keni pyetje? Barbi? Ka një sugjerim, Po. ta një pyetje kështu, drejtor. Duke qenë që kemi bëjmë tavanet e PPA-s 2027-2029 që kalon do të ishin qenë pak më vend sur pjesën e fatëve. Ligji 68/2017 për financën e ligjit vendore përcakton që raporti i vlerësimit do të ishte bërë në datën 1, që do të korrespondonte me datën 27 ose 26 i vitit muajin e kaluar, që do të ishte ardhur raporti i vlerësimit kontare para. E dyta, në lidhje me pikën 6, po të ndjeni 34 të ligjit, përcakton se jo më vonë se 15 mars. Do të thënë kemi kaluar pak, prandaj ta kemi parasysh që i respektojmë ta fatë sepse ligji është shumë taksativ dhe thotë jo më vonë se data 1 mars. Raporti i vlerësimit të anëve të gaz. Jo më vonë se data 15. Dhe t'i vëmë në vend gjëra që të jemi korrekt me uzimin që vjen në Ministri i Financave në pjesën të dytë. Faleminderit. A njëri pyetje? Edhe në votim. Ky raport. Po. Do të kemi tallam. Po. Atëherë kalojmë në pikën 6, raport për veprimtarinë e Këshillit Bashkiak për vitin 2025 dhe transparencën e vendimarrjes dhe buxhetit. Do ta lexosh këtë raportin apo pse më të tregoj? Okej, unë nuk shumë besoj që pak a shumë e keni lexuar raportin në mënyrë të përmbledhur. Këshilli i Bashkisë Gram gjatë vitit 2025 ka pasur si qëllim miratimin e vendimeve që i përkasin shërbimit ndaj qytetarëve, zhvillimit të qytetit, mbështetjes dhe promovimin e sektorit të ekonomisë. Në mënyrë të përgjithshme keni shuma të cilat janë kaluar çdo muaj nga ndihma ekonomike e fondit kushtizuar 6%, nuk po e lexoj të gjithë muajt. Flitet për vendimet e miratuara, llojet e vendimeve që kalojnë në Këshill. Në total gjatë 2025 janë 109 vendime të marra, nga të cilat 73 kanë kërkuar konfirmimin e prefektit dhe të cilat janë konfirmuar të gjitha. Gjithashtu vendime me karakter jo normativ që nuk kërkojnë miratimin e prefektit janë 36 vendime gjithsej. Kemi dhënë në total 13 tituj qytetar lideri. Në total janë bërë 12 mbledhje të radhës dhe 6 nga të cilat plus janë mbledhje jashtë radhe. Në 2025 janë zhvilluar gjithsej 14 mbledhje të komisioneve. Kemi pak a shumë të ndara karakteret e vendimeve dhe çështjet për të cilat janë diskutuar. Në 2025 kemi gjithashtu vendimin e kërkesave që janë drejtuar Këshillit Bashkiak. Gjithashtu në faqen e internetit bashkisë kemi të gjitha rubrikat e Këshillit, në të cilat përcaktohen anëtarët, organet, komisionet, e kështu me radhë. Bëhen transparente në mënyrë që qytetarët të gjenë dhe të kenë akses sa më kollaj për të gjitha vendimet që publikohen. Buxheti për 2025 është realizuar thuajse i plot. Një mbështetje e madhe na vjen pothuajse gjatë të gjithë kohës nga projekti Bashki të Forta, të cilët na kanë asistuar çdo mbledhje, gjithashtu edhe na kanë pajisur me dosjet e dokumentacioneve të cilat janë nevojshme. Këto ishin pak a shumë në mënyrë të përmbledhur. Mirë, faleminderit. Vazhdojmë pikën tjetër, pikën 7. Për një ndryshim të vendimit të Këshillit të Bashkisë numër 36, datë 29/4/2024 për miratimin e sipërfaqe trualla për 540 metra katror, pjesë e pasurisë 832, zona kadastrale 1842, e cila është në pronësitë Bashkisë Gram si truall për ndërtimin e objektit, që do ndërtohet nga enti kombëtar i banesave, me kosto të ulët për qëllime strehime. Po. Në kuadrë të bashkëpunimit institucional në një të entit kombëtar edhe
përfshirë në kritere sepse kanë pagën e lartë do të është një nivel do vendoset s'ka ardhur niveli i pagave Kriterë. Po s'kan ardhur kriteret akoma. Janë që të kriteret e sa kanë marrë, ata që ka nevojë për shtret nuk përfitojnë nga këto lloj projekti. Nuk përfitojnë ata që nuk kanë që kanë nivelin e të ardhurave në zero ose minimum. Pjesa tjetër pastaj një specialist ose që ka të ardhura mesatare që ka të pamundur për të blerë një pronë vet, përfitojnë. Megjithatë do shikojnë kur din kriteret edhe ta ndjekin poshtë. Bëj një ndërhyrje. Ta bëjmë se ta që kam të kështu. Po mirë bën rregull ta Por e ka atë detajnë të dhelit që thot banesa për pastrejë. Faktikisht nuk është termi sakt në përdorimin e saj. Bëhet fjalë për program social në ligj 22/2018 për banesë me kosto të ulët. Banesë sociale që i dedikohet shtresës më të marginalizuar të shoqërisë që dihet se sa familje ka, do të nuk mjaftojnë gramësh të ketë 7-8 pallate dhe nuk prap do të ketë pakënaqur. Kjo është një program që enti shikon dhe fitimin e vet, sepse është një publik qendror që merr fondin nga buxheti i shtetit dhe ka dhe një mënyrë financimi, vetë financimi që merr të ardhurat nga këto familje që kanë potencialisht mundësi financiare shlyerje. Por a është kjo e mjaftueshme? Tu bashkohen me kodin që është e pamjaftueshme. Dhe ritmi është që prill 2026, 2 vjet për përcaktuar gjurmët. Do ishim me 2 vjet që do të kishim marrë qelsa 44 familje. Kjo është aspekt. Ja të kurse për pjesën tjetër do të Të lutem. Kam ju lutem. Atëherë, konceptin se po thuaj në 80% do t'i bardhi mamore. Të lutem. Koncepti i pastre është gjërë. Pastre quhet edhe i punonjësi administratës, pastre quhet edhe i mendim ekonomike. Por e thënë shkurt me zhargonin popullor, ky lloj pallati nuk është as për të varfrit, as për të pasur. Sa ditë pasur thotë ke lekë, shkoj vjet trek. A ditë varfrit thotë nuk e ta paguash, se enti banesave do parat, nesër se është me vetë financim. Ndërsa lidhur me këtë afatin nga momenti i vendimit të këshillit që është bërë në 2024 për vënien në dispozicion nuk është penguar për këtë punë kjo gjë. Kjo punë, kjo punë është penguar për shkak të financimit. Ne kemi hyrë në tratativa që në 2024 me entin e banesave dhe kemi vënë gjithçka në dispozicion në shkruat marrëveshje etj. Tani erdhi momenti i konkretizimit dhe unë jam në kaluar mora autorizimin dhe shkova të bëja para noterit lidhjen e kontratës me entin e banesave për t'ia vënë në dispozicion. Por çfarë na doli? Na doli që vendimi i këshillit ishte 540 metro katrore i bërë që në 2024 dhe sipërfaqja që kërkonte në dispozicion enti banesave mbasi është rishikuar projekti donte 600 metra. Dhe ky problem është jam në kaluar në mënyrë urgjente dhe unë sot i thash sekretarës këshillit dhe kryetar me fjalë, a ka mundësi ta bëjmë sot zbardhjen që ta çojmë në prefekturë dhe unë ditën e martë të shkoj të bëj lidhjen e akt marrëveshjes për dhurimin e trupave. Nuk është se ka mbetur kjo punë shumë, kjo punë është shtyrë për të gjithë, jo më shumë se një javë. E qartë për rreth. Po ato, ne shoqëri që arrit. Po ta jarë vetëm një pyetje. Është e njëjta zonë siç në parë thjesht Vetëm të zgjeruar me 60 metra katrore. Kuptoj. Mirë, edhe në votim, kush është pro kundër abstenim? Miratohet. Vazhdojmë me pikën 8, kërkesat qytetarëve dhe të tjera. Kemi është mbledh komisioni i shëndetësisë, Greta sekretare e komisionit. Kërkesa e Pandemina Klogjrit, kërkesë e cila të banë gjithë
thjesht për pjesën e Erin, atë po nëse kemi filluar. Kemi filluar. Nuk kemi filluar. Është në orën tonë. Sa ka të mbartur? Vetëm një. Po. Mirë, sa do ta lëmë? Sa propozone? 50.000 për duke qenë se janë të 3 euro të rënda, ne thashmë. Mirë, edhe në votimet, kush është pro kundër abstenim? Miratohet. Mirë, faleminderit gjithëve. Jo, edhe i pikë tjetër ndjesë, vetë pastaj t'jap fjalën ty. Unë mendoj që miratojmë edhe kalendarin e konsultimeve publike në parim, pa vendosur datat, dhe datat i vendosin bashkia pastaj edhe ta ndjekim kalendarin e konsultimeve publike për tavanet buxhetore të programit buxhetor apo të mesëm për BAT 2007-2029. Jemi rregull, miratojmë parim edhe vendos datat bashkia. Edhe në votim kur është pro kundër abstenim, miratohet. Po mundi. Sugjerimi që bën Mondi për vendosjen e koshave tek varrezat publike, jo vetëm në 2 varrezat publike në qytet, por edhe fshatra që janë me numër të konsiderueshëm banorësh me dhe që kanë ndodhin ngjarje të tilla. Lidhur me këtë problemin e qenëve Mondi, unë po them një shprehje popullore ta zbrit në kaliset brava, hip në kaliset brava. Problemi që ndron këtu. Ne është e vërtet, pakun unë nga përvoja ime. Kështu e bëni. Nxjerrja natën, atëherë në atë kohë, ish dukni në mëngjes që në orën 3 apo në 4 i gjeni një gropostet. Nuk jam ban njeri, me sepse nuk të lejon më ligji për dhe po të them që ka pasoja të rënda. Ka pasoja të rënda këtë punë, me fjalë. Ligji parashikon që të trajtohen në qendra, por kostoja e një qeni që ta mbajsh, ta trajtojsh është më
shumë se sa kosto e një komiktori. Jo ne, bashkia jonë, po them dhe bashki të tjera me them shumë me mundësi financiare nuk ka. Dhe po ta them sinqerisht ndodhen keq. Ka raste që qenë rrugaç kanë dëmtuar njerëz. Nuk është një rast, është disa raste. Biles në një moment, po jo them kështu, në një moment, ja këtu në të lagje, ka qenë një qenë këtu shumë i rrezikshëm, ka tentuar edhe kështu për ta helmuar kështu. Po ishte bërë mjeshtër ai nuk ashtu, por edhe qytetar nga balkoni. Provoj, bëhe po ta shikoj se kudo. Dhe ju keni parë në rastet në televizion në disa bashki që janë çuar për ndjekje penale. Projektet për 4 putroshët nisin bashkinë e Kuksit. Nuk pati dhe unë ndaj Elisa nga shpreh popullore, një kjo kalse të brava zbërë. si projekt pilota tjetër.